5 fëmijë jetojnë në një objekt që nuk mund të quhet shtëpi, e të cilëve prindrit u kanë ndruar jetë. Tash këtu jemi në një tjetër situatë. Ky është një rast më ndryshe, por detajet na i sjell Blend Murati. A e kemi prej vendit ngjarjes? Blendin? Ku është Blendi? Lidhemi me Blendin. Blend, ku je? Mirëmëngjes, ditë për ju edhe për gjithë dëgjuesit e Radio Dukazhinit. Unë jam tek qendra për punë sociale në komunën e Pejës. Në mëngjes isha tek 5 fëmijë që i përmende, të cilët jetonin në një objekt asfalt në kushte të favorshme për jetesë, dhe janë 5 fëmijë që jetojnë aty, ku prindrit e tyre kanë ndru jetë fatkeqësisht. Babai ka 5 vite që kanë ndru jetë, ndërsa nëna e tyre ka 2 muaj që kanë ndru jetë. Të gjithë këta 5 fëmijë jetojnë nga një social që mirët 150 euro në muaj, ndërsa njëri prej fëmijëve është 21 vjeç, 2 nga 18, një 19 dhe një 11 vjeç. Njëri nga 18 vjeçarët është i punësuar në një shtet të huaj, ka dalë tash së fundmi për të punu, ndërsa një 19 vjeçar është po ashtu i punësuar në qytetin e Pejës, ndërsa për 11 vjeçarin kujdeset 21 vjeçarja për motra e tij. Kjo është pak a shumë gjendja e tyre, unë po shpresoj që jemi duke i pa dhe pamjes. Jemi tu i pa, po. Sa isha duke i filmu këto pamje në mëngjesin e sotëm, kanë ardhur 2 persona në shtëpinë e tyre ku ju ofrun ndihmë, disa gjëra nuk e dija ishin ushqimore, për shkak që ishin në qese me ngjyrë edhe nuk u shike se çka ka brenda, por e di që edhe një shumë e të hollave ju plotësua themi ashtu krye familjarës, për shkak që është më e madhja, pra 21 vjeç në familje. Unë për momentin jam tek qendra për punë sociale në komunën e Pejës, ku në qendër jam të informuar mirë për këtë rast, ndërsa për strehim, nëse unë kam pyet edhe tek fëmijët atje nëse kam bërë ndonjë kërkesë për strehim, më kanë thonë që kam bërë kur prindrit kanë qenë gjallë për strehim, por nuk kanë ndonjë pronë në emrin e tyre, edhe tash ajo puna e strehimit është në kompetencë të komunës. Që në vazhdim ne do të tentojmë ta kemi edhe dikën nga komuna e Pejës për me i pyet nëse janë dieni për rastin edhe se çfarë do të ndodhë. A ka ndonjë zgjidhje për strehimin e kësaj familje, për shkak që sipas krye familjarës, po e quaj kështu, edhe toka ku jam për momentin është tokë e komunës. Kështu që do të marrim informata nëse mundem komuna diçka më marrë me i lëviz nga i vende dhe me i dërgu në ndonjë objekt tjetër ose me dërgu ndonjë pronë tjetër për këtë familje. Megjithatë, këtu afër e kam zonën e mine, e cila tash 22 vite merret me rastin në fjalë, edhe vazhdimisht ka qenë në vizita tek rasti, edhe është e informuar për rastin edhe për krejt ndihmat që janë dërguar tek ky rast. Cilën e falenderoj shumë edhe për kohën që ka nda për ne sot. Zonja mine, nga shumë rastit që menaxhoj, ky është rasti më i veçantë që kemi prioritet në ndihmën sociale të pandërprime asnjëherë, pasi që është rast i veçantë edhe bëjmë të pamundurën që familja të mbetet në asistencë sociale, prioritet e kemi edhe për ndihmat që vinë si nga jashtë, si nga donatorët këtu brenda qytetit tonë. Është në rast i veçantë, pasi që është familja ka mbetë pa 2 prind. Vajza është për kujdesin e fëmijët tash 11 vjeçar, e kemi bërë edhe kujdestarin në shenda, kështu që e kam menaxhim të rregullt e vizitore rregullisht. Do të thotë, e viziton rregullisht si familja dhe jeni vazhdimisht në ngjarje se kush ndihmon edhe çka i ndihmon. Rregullisht e vizitojmë dhe ndihmat çdo herë punojmë vetëm tek ky rast, si rast ma prioritet, ma me prioritet, për shkak gjendjes që është në teren.
a kanë kërku strehim prej komunës dhe që sa kohë e kanë bërë këtë kërkesë, nëse po? Unë bisedova edhe me zyrtarë të tjerë të Shendrës, ata më thanë që pjesa e strehimit, kur nuk kanë ndonjë tokë ose përënsi familja, atëherë po kalojnë në kompetenca të komunës. Prandaj, ja u kam përcjell edhe kolegëve që me mujt me pas dikën edhe nga komuna dhe me pyet nëse janë të dijeni për rastin, por do të mundohem edhe unë që pas kësaj lidhje direkte të kontaktoj